ende i në errësirë, një yll shndriti fuqishëm për të treguar se lindi shpresa. Kur bota vuante në pranga dhe robëri, një grash dhe një stall do të mbarte çelësin e lirisë. Atje, ku askush nuk e mendonte, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Një yll udhërrëfyes, një grasht për ulësie, një shpresë e fituar. Gjatë gjithë muajit dhjetor, përjetimi i Krishtlindjes në Radio Emanuel. Atje, ku askush nuk e mendonte, Kur bota ende i në errësirë, kur bota vuante në pranga dhe robëri, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Sot në studion ton kemi një mike shumë të dashur, Eleni Zheku Çule, një vajzë që e do estetikën, i do udhëtimet, e ka hobi, do thoja unë, të kërkoj ofertat më të mira, edhe është gjithmonë në gjuhë e tij të blerjeve të zgjuara. Ajo është një nga ato vajzat që kur e sheh me një gjë të bukur në përduar edhe i thua ku e gjete, gjithmonë ka një histori interesante nga një udhëtim, një treg i vogël, një dyqan i fshehur në ndonjë qoshe që e gjen vetëm Eleni, apo edhe një ofertë festash. Sot do flasim me të për atmosferën e dhjetorit, për udhëtimet festive dhe për mënyrën se si mund të bëjmë mbledhje të zgjuara edhe të këndshme gjatë sezonit të festave. Eleni, përshëndetje, mirë se ke ardhur në Buzëqesh e ditës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi që të jem pranë radios tuaj. Këtë herë pak më ndryshe se herët e tjera. Eleni, si ka nisur dhjetori për ty? Na trego pak si po ndjehesh, si ndjehesh zakonisht në dhjetor? Çfarë lloj ndjesie të jep ky muaj? Dhjetori për të gjithë ne është ai muaj magjik, të gjithë e përjetojmë me magjinë e festave, me atmosferën festive, edhe kjo ndezja e dritave sikur sjell edhe këtë ndjesinë e mirësisë, buzëqeshjes, ndihemi të gjithë të lumtur. Duke të kondizet një dritë edhe brenda nesh. Brenda nesh, po. Njësoj edhe për mua. Eleni, tani e di që ti je dëgjuese e rregullt e programit ton, edhe Buzëqesh i ditës, kështu që ma merr mendja ti e di shumë mirë që këtu në Buzëqesh i ditës ne nuk bëjmë thjesht pyetje, bëjmë edhe lojra. Je gati që ta fillojmë me një lojë dhe pastaj diskutojmë pak më shumë së bashku? Për ty është loja kjo apo jo, por versioni festiv i dhjetorit. Jemi gati. Unë do të them dy versione dhe ti shpejt pa u menduar do më kthesh përgjigje. Kështu të njohim edhe ty pak më shumë. Patjetër. Drita të ngrohta apo drita të bardha? Drita të ngrohta. Paketim klasik apo paketim estetik minimal? Unë jam në dekorimet klasike, kështu që paketimi klasik është ai që të sjell gëzimin, shpirtin e festave. Edhe më afër Krishtlindjes, vitit të ri, kafe me kanellë apo çokoladë ngrohtë? Të dyja, nuk do dija të ndaja në fakt. Janë të dyja kaq të mira. Shumë të shijshme, shumë të ngrohta, po kafja me kanellë pak më e preferuar për mua. Okej, në rregull, kafja me kanellë atëherë. Shopping online apo dyqan fizik? Për këtë do ja thoja të dyja. Tani me zhvillimin e digitalizimit jemi më afër shopping online edhe më shpejt, më thjesht i arrim gjërat, kështu që të dyja për shopping online. Pak më tepër shopping online. Udhëtim në një qytet të zbukuruar apo pushime në një shtëpis në mal? Qytetet e zbukuruara janë të preferuarat e mia. Sidomos në këtë periudhë. Po, sidomos në periudhën e festave. Dhurata praktike apo dhurata sentimentale? Janë për dhuratat sentimentale, janë ato që të ngelen kujtim edhe vit pas vitit i rikujton, i sjell përsëri.
Mbartin momente, mbartin zemër. Dekorime shumë ngjyrshe apo dekorime pastel të lehta, një ngjyrshe? Dekorimet shumë ngjyrshe. Më pëlqen Eleni. Po dëgjoj disa përgjigje që ndoshta edhe nuk i prisja. Planifikimi i hershëm apo improvizimi minutës së fundit? Si është Eleni? Planifikim, çdo gjë duhet e planifikuar. Kjo na kursen edhe shumë lodhje, stres, kohë. Edhe planifikimi i hershëm apo improvizimi minutës së fundit? Po. Kështu që planifikohet. Po. Qytet evropian për Krishtlindje apo një vend egzotik për vitin e ri? Një qytet evropian, tregjet e Krishtlindjes, muzika, atmosfera, festive atje është magjike. Një argjim personal apo një dhuratë për dikë të dashur gjatë këtij dhjetori, Eleni? Tani dhuratat për personat e dashur janë fantastike edhe ku ka më bukur se sa të gëzosh personat e zemrës, sidomos gjatë këtij muaji. Kur gëzon personat e tjerë duket sikur merr edhe ti nga ana tjetër një dhuratë, merr atë gëzimin edhe dashurinë. Gëzimi dyfisht. Gëzimi dyfisht. Pastaj pret nga të tjerët që ta bëjnë atë dhuratën për ty. Eleni, ti je personi i përsosur, do thoja unë, për të pyetur ku e gjen frymëzimin për blerjet e bukura online, udhëtime, dyqanet lokale, na trego pa nga të gjitha. Tani frymëzimin e gjej kudo. Mjafton të ketë blerje. Po, kohët e fundit më tepër bëj shopping online, sepse siç e thash edhe pak më sipër, digitalizimi na ka bërë që ti kemi këto dyqanet kaq afër edhe thjesht me një klikim ti kemi gjërat në shtëpi pas pak orësh. Sigurisht edhe shopping në dyqanet fizike ka kënaqësi më vete dhe të frymëzon patjetër. Zgjedh sidomos në periudhën e festave që ti shijoj edhe dyqanet edhe ato zbukurimet nëpër vitrina, po edhe dyqanet lokale, edhe pse kohët e fundit online na ka larguar pak, po shpeshherë bëj blerje edhe atje dhe mund të them që gjen thesare, detaje dhe gjëra që nuk të ka shkuar mendja. Kështu që nga pak tek të gjitha e gjej frymëzimin. Po tani gjatë muajit dhjetor, cilat lloje dyqanesh do sugjeroje ti si Eleni? Online apo këto dyqanet fizike ku mund të shkojmë edhe ti prekim gjërat nga afër? Po, dyqanet fizike sidomos në këtë periudhë thash kanë atë lezetin lezetin e vet, po, sepse edhe gjithë procesi i blerjeve, i shopping ka kënaqësi më vete sidomos gjatë këtij muaji, zbukurimet, vitrinat e dekoruara, të afrojnë më shumë me festat, të japin tjetër ndjesi, kështu që Ke ti ndonjë metodë personale për të bërë blerjet e zgjuara, pa u shpërqendruar nga atmosfera festive dhe ofertat e shumta? Se dim, në këtë periudhë kemi oferta gjithandej, oferta këtej, oferta andej, trendi momentit është kjo gjë apo është ajo gjë, çfarë mban në Shina Elenin? Tani siç edhe ti e the, është periudha që të dhundon, do ti gjithë ato reklamat e bukura, uljet, zbritjet, të tundojnë që të mos i rezistosh edhe gjërave që nuk i kishe menduar, por megjithatë duhet bërë një plan i mirë që të jemi më të fokusuar. Unë filloj me një checklist. Gjatë gjithë vitit unë vendos në atë wishlistën time gjithë gjërat që mua më duken të nevojshme edhe do doja që ti kisha. Dhe pastaj kur vjen momenti i uljeve ose momenti kur kam një buxhet të caktuar për të shpenzuar, përzihet ato gjërat që i kam më të nevojshme. Kjo më ndihmon që gjatë gjithë vitit. Pra, është një planifikim kaq i mirë menduar, i gjatë, një listë e bërë me detaje. Nuk i lëm gjërat për minutën e fundit. Pra, kjo është shumë e rëndësishme, që pastaj mos shpërqendrohemi nga çfarë na vjen andaj këtej. Të ndihmon, sepse ti vendos ato piketa, të themi, ato që ti e ke më të nevojshme. Patjetër, një buxhet i përcaktuar mirë është një metodë pastaj shumë e mirë që gjithashtu të ndihmon të fokusohesh edhe të kursesh. Tani, zbritjet e shumta edhe këto reklamat
të shpërqendrojnë pak, sepse ti bën edhe blerje në minutët të fundit, hëse më duhet, edhe kjo hëse është shumë e lirë dhe në fund përfundon pastaj që ke të kaluar buxhetin, po nëse do bazohemi te kjo metodë do ishte fantastike për të kursyer para edhe kohë, pse jo. Edhe për të bërë ato blerje që vërtet na nevojiten. Dhe jo pastaj blerje të tepërta. Sigurisht që kam bërë dhe blerje nga entuziazmi ose blerje të nxituara, do thoja, që kam shijuar thjesht momentin dhe kanë përfunduar pastaj të papërdorura në fund të dollapit, se nuk është jo kam gjetur funksionin, po besoj dhe ato ja vlejnë për gëzimin që të falin në ato momente. Në ato momente, po. Do na tregosh pak një apo dy blerjet më të mira që ke bërë ndonjëherë gjatë dhjetorit, edhe pse janë të veçanta për ty? Dhjetori është i veçantë dhe siç edhe e thash, priremi më shumë në këto blerjet emocionale që na lidhin me festat, me kujtimet. Duke qenë se unë shpesh kam zgjedhur që të udhëtoj dhe të lëviz gjatë dhjetorit, edhe blerjet më të mira i lidh me me udhëtimet që kam bërë. Një do thoja një çantë artizanale e punuar me dorë që kam marrë në një treg të vogël Krishtlindjes, edhe çdo herë që e përdor më sjell kujtime, më kujton ato momente, vendin dhe gjithë ndjesitë që kam përjetuar atje. Edhe do thoja që është blerje shumë e mirë dhe do e sugjeroja që të kemi nga një kujtim nga çdo vend që ne kemi shkuar. Dhe tjetra është një zbukurim dekor i pemës të fundvitit. Më pëlqen shumë kjo atmosfera e festave, zbukurimet, mundohem që çdo vit ta dekoroj shtëpinë në çdo cep. Sa bukur. Edhe e shijoj shumë. Dhe një dekor i pemës prej druri që përsëri e kam marrë në një treg europian. Më sjell edhe ai shumë kujtime dhe është diçka që ngelet çdo vit që e vendos, më çon në kujtime. Shumë bukur, Eleni. Eleni, po nëse mund të pyes, cila është dhurata ideale që ke marrë ti ndonjëherë? E pastaj nga ana tjetër, na tregoj edhe ato dhuratën ideale që ti ke bërë dikujt tjetër. Në fakt, një nga dhuratat më të bukura që kam marrë është një album me foto i punuar edhe i krijuar me detaje, i dhuruar me shumë dashuri, me foto nga udhëtimet që ne kemi bërë. Edhe është një dhuratë që e ruaj me shumë dashuri dhe më sjell kujtime në çdo faqe që hap, më sjell ato momentet që kam shijuar, vendet ku kam shkuar edhe më kujton atë atmosferën. Dhurata që në pamje të parë është shumë e thjeshtë, e vogël, por ka një vlerë të madhe emocionale për mua. Këto janë dhuratat e vërteta. Pastaj ti? Edhe dhuratat që më të mira që kam bërë kohët e fundit janë udhëtimet përsëri. Domethënë nuk ka, për mendimin tim, nuk ka gjë më të bukur se sa tu dhurosh njerëzve të zemrës një udhëtim, një përvojë që ti e ke krijuar me shumë dashuri, i ke përzgjedhur edhe ti kalosh ato momente me ata. Pastaj kur shikon gëzimin në sytë të tyre, është gëzimi dyfisht, edhe dhurata dyfisht për të dyja palët. Meqense jemi tek udhëtimet, cili është destinacioni ideal për dhjetorin? Tani, destinacioni ideal për mua, edhe pse është në wish listën tim akoma, është do sugjeroja, do veçoja Lapland në Finland. Më pëlqen shumë ajo atmosfera atje, magjike. Unë Eleni sugjeroj unë dhe ti të fillojmë të hapim një llogari kursimi enkas për këtë që t'ja dalim, ta bëjmë realitet. Po, vitin tjetër ta realizojmë. Gjithë atmosfera atje, magjia e atyre dritave, atmosfera festive, aventurat që të presin, shtëpia babagjyshit, më duket një udhëtim në një film Krishtlindjes. Edhe mbetet ideale për mua. Okej, kjo mbetet në listën e atyre gjërave që do të bësh, po një nga ato vendet festive ku ti ke qenë edhe të ka lënë bresa. Të gjitha vendet që kanë tregjet e Krishtlindjeve dhe atë atmosferën, muzikën dhe
kakaon e ngrohtë ose çokoladën, të gjitha janë ideale për këtë periudhën e festave, po do veçoja Pragën. Praga është magjike në dhjetor. Gjatë gjithë vitit, po në dhjetor ka një atmosferë fantastike. Mua më duket sikur Praga në çdo moment që të shkosh ka atmosferë Krishtlindjeje. Nuk e di nëse është vetëm ndjesia ime. Arkitektura edhe të jep këtë ndjesi. Po në dhjetor është edhe më e mrekullueshme. Po. Ke zakone personale ti Eleni gjatë kohës së dhjetorit, nuk e di. Një kafe me kanell, ndoshta siç po më thoje, ndoshta ndryshon atë playlistën, ndryshon këngët që dëgjoje, një shëtitje në mbrëmje. Se di, na trego pak si janë ditët e dhjetorit për Elenin. Po, patjetër. Prandaj dhjetorin me zi e pres, e ndjej shumë edhe është shumë e veçantë për mua. Ato zakonet dhe ritualet që kemi bërë që fëmijë, vendosja e bredhit, dhuratat, datën 1 dhjetor që e vogël e kam pritur me një dhuratë, edhe vazhdoj që ta pres me kalendarin e dhuratave, me advent kalendarin, e kam shumë të preferuar, edhe një kalendar me dhurata, me... E ke filluar, do me thënë? Po, datën 1 dhjetor, ose me çokolata, është shumë i dashur për mua, një ritual i vogël, po që çdo ditë të gëzon nga pak. Vendosja e bredhit në datën 6 dhjetor, një traditë që e kemi pasur edhe vazhdoj ta realizoj, sjell shumë gëzim në shtëpi, edhe këto dekorimet kudo, në çdo cep t'japin tjetër ndjesi, kakaoja, çokolata e ngrohtë, edhe filmat e Krishtlindjes që mundohemi çdo mbrëmje të dhjetorit të shikojmë nga një film, edhe ta shijojmë atë atmosferën festive në shtëpi. Pastaj kolendrat e famshme që i kemi shijuar dhe jemi gëzuar aq shumë që të vegjël, janë rituale të vogla, të thjeshta, por që më kthejnë pas në fëmijëri edhe më pëlqen dhe vazhdoj ti ruaj edhe ti realizoj me shumë dashuri edhe në atë familjen tonë të vogël tani. Tradita shumë të bukura që mbartin edhe një mesazh, kanë një simbolik gjithë secila prej tyre, edhe na sjellin akoma edhe më pranë shpirtit të Krishtlindjes. Të bëjnë më emocionale, Sa bukur Eleni. Dhjetori prandaj thash është muaj magjik. Unë më zi e pres edhe e përjetoj shumë. Eleni, duke qenë që po afrohemi afër minutave të fundit, edhe unë dua t'i shfrytëzoj gjitha minutat, ndërkohë që të kam në studio, do të na tregosh cilat janë 3 këshillat e tua më të vlefshme për ne që duam të kursejmë edhe të blejmë me mençuri. Së pari ishte ajo vendosja e një checkliste që e thashtë edhe pak më herët, na ndihmon që të jemi më të fokusuar edhe të mos shpërqendrohemi për taktimi një buxheti që ne kemi në dispozicion. Është e dyta edhe krahasimi i çmimeve, sidomos tani digitalizimi, shopping online na jep mundësinë që ne të jemi me një klik në dyqane të ndryshme, edhe kemi mundësinë që të krahasojmë produktet, çmimet. Kjo na ndihmon që të jemi të kursejmë para edhe të bëjmë blerje të zgjuara. Dhe treta, të mos bëjmë blerje të nxituara. Jo impulsive. Jo impulsive, dhe të shohim edhe funksionin edhe jetëgjatësinë e një produkti që marrim. Të gjithë e dim që një çantë cilësore do t'i rezistoj kohës, edhe do jetë atje për çdo vit, ndryshe nga një blerje që e bëjmë thjesht se na pëlqeu për momentin dhe mund ta përdorim pak herë dhe pastaj përfundon në fund të dollapit pa një funksion. E vërtet. Eleni, ty vet kush të ka mësuar më shumë? Përvojat e tepërta, do me thënë, sa më shumë të blesh më shumë mëson, intuita, apo ato gabimet nga e shkuara? Të gjitha nga pak, do thoja. Intuita të çon që të bësh ato blerjet që ty të pëlqejnë. Përvoja, eksperienca gjithmonë të tregon çfarë ka shkuar mirë, çfarë jo, cila të është përshtatur, cila jo, edhe gabimet patjetër që janë mësuesi më i mirë të ndihmojnë edhe të sjellin më me këmbë në tokë. E vërtet. Eleni, për ta përmbyllur, cili është urimi yt për dëgjuesit në këto ditë të fundit të vitit?
Do të uroj atë që i dhe gëzuar festat, të shijojnë sa më shumë atmosferën festive edhe të jenë pranë familjes, personave të dashur, personave të zemrës, të shfrytëzojnë këto momente dhe këto ditë të bukura dhjetori, sepse po ikin shumë shpejt, nuk po arrim të kuptojmë. Eleni, shumë faleminderit për gjithë shka që ndave sot me ne, na solle shumë buzëqeshje dhe shumë atmosferë festash. Ishte kënaqësi të ishim së bashku sot. Kënaqësi, faleminderit. Ditë mbar. Dëgjues të dashur, ju falenderoj që ishit së bashku me ne në buzëqeshje ditës. Unë jam Jona, do të dëgjohemi sërish në episodin e radhës. Ju uroj një ditë sa më të bukur në vazhdim.